Himara po përjeton një sezon turistik përtej pritshmërive të nisjes së tij. Sipas kryebashkiakut të Himarës Vangjel Tavo, numri i turistëve është rritur me rreth 30% krahasuar me një vit më parë. Kur jemi në pikun e kësaj vere të tretë turistike, sipas Tavos, situata është e kënaqshme. Sipas tij, sezoni ka nisur më herët këtë vit dhe referuar prenotimeve dhe kërkesave, pritet të vijojë deri në fund të muajit tetor, duke zgjatur ndjeshëm periudhën turistike. Padyshim që rritja e numrit të pushuesve në një bashkim me një numër popullsie të vogël, rreth 11.000 veta, 11.000 banor ka Bashkia e Himarës në sezonin në periudhën e dimrit. Pra, kjo rritje disa fish në krahasim me numrin e banorëve që janë permanent në Himar, shoqërohet me sfidat e veta sepse padyshim që e para njerë gjithë këta kërkojnë shërbim dhe përtej shërbimit që i japin operatorët privat, kërkohet bashkëpunim bashkisë strukturave vendore me operatorët privat. Është sfidë për bashkinë pasi janë shumë çështje që lidhen për së drejti me funksionet që ka bashkia, me ofrimin e shërbimit, me pastrimin që është më kryesorja dhe kur rritet numri i banorëve, pushuesit janë banor, pavarësisht janë të përkohshëm në Bashkinë e Himarës, rritet dhe sasia e mbetjeve që gjenerohet në Himar dhe patjetër që sikur se thash, kjo është sfidë, të cilën ne deri tani e kemi përballuar me shumë sukses dhe vazhdojmë të punojmë pa pushim strukturat e bashkisë, operatori privat që punon në bashkëpunim, pra që është i kontraktuar nga bashkia, punojnë me kapacitet të plot për ta përballuar këtë situatë. Nuk është vetëm kjo, është çështja e sigurisë në plazhe, për cilat ne kemi filluar të marrim masat që para se të fillojë sezoni turistik. Është çështja e trafikut, që përsëri ne si bashki kemi marrë masat tona për të disiplinuar trafikun në Himar në mënyrë që të mos ketë vonesa në qarkullimin e mjeteve. Çështja e parkimit që është një sfidë më vete, për cilën nuk mund të them që e kemi zgjidhur pavarësisht se ka përmirësim, por që premtojmë që vitin tjetër, sezonin e ardhshëm do të jetë përfundimisht i zgjidhur me investimet që po bëhen nga ana e qeverisë në parkimin publik që bëhet në ish fushën e sportit. Por krahas rritjes së numrit të turistëve, sezoni përballet dhe me sfidat e Bashkisë Himar, veçanërisht sa i përket shërbimeve ndaj pushuesve. Himara ka rreth 11.000 banor, ndërsa gjatë sezonit numri i personave që frekuentojnë zonën rritet ndjeshëm. Pastrimi dhe siguria në plazhe mbeten ndër sfidat kryesore, të cilat sipas Tavos janë përballur me sukses. Padyshim që të ardhurat që mblidhen nga banorët e Himarës, nga taksat, nga tarifat e ndryshme vendore, patjetër që të gjitha këto përkthehen në investime dhe i kthehen mbrapsht në investime dhe më të mira për banorët në radhë parë që janë permanent në Himar, por edhe patjetër për vizitorët dhe në shërbim gjithmonë të turizmit, të rritjes së fluksit të turistëve, por edhe të krijimit gjitha kushteve më të mira për banorët që janë, sikur se thash, gjatë gjithë vitit që jetojnë në Bashkinë e Himarës. Janë planifikuar një numër i konsiderueshëm investimesh. Nëse do të filloj t'i numëroj një nga një, duke filluar nga investimet në Nivice, duke përfunduar në Hor Vranisht apo në Palas, do na duhet realisht shumë kohë. Rritja e numrit të pushuesve ka sjellë dhe nevojën për shtimin e kapaciteteve akomoduese. Edhe këtë vit, Himara ka shtuar numrin e njësive akomoduese, ndërsa duke parë trendin në rritje të turizmit, pritet që investimet në këtë sektor të vijojnë dhe në të ardhmen. Duhet të thënë që në fillim konstatimi shumë i kënaqshëm, domethënë që sezoni në Himar deri në këtë moment që po flasim është shumë i suksesshëm, është përtej pritshmërive. E kemi thënë shpesh që ka filluar shumë herët si vjet, rreth një muaj e gjysmë, 2 muaj më shpejt, por me sa shikojmë nga kontaktet që kemi me turoperatorët, me operatorët, me hotelerin, me strukturat akomoduese, ka rezervime deri në fund të tetorit, pothuajse pra kemi edhe një shtyrje të sezonit turistik në krahasim me një vit më parë. Referuar një vit më parë për të njëjtën periudhë, kemi rreth 30%, pra numri i vizitorëve, i turistëve, i pushuesve në Bashkinë e Himarës janë rreth 30% më shumë
krahasuar sikur se thash 2025 për të njëjtën periudhë. Himara ka qenë edhe këtë vit një nga zonat më të frekuentuara nga turistët të vendas dhe të huaj. Sipas të dhënave të bashkisë, numri i pushuesve është rreth 30% më i lartë krahasuar me një vit më parë.